Imam Ibn Taymija, Allahu më shëroft, është pyetur për guslin e xhunublëkut. Për guslin e xhunublëkut. A është farz apo nuk është farz? Dhe a lejohet që dikush të falet duke qenë xhunub? Duket sikur pyetje e thjeshtë, por ka raste ku njerëzit sprovohen me rrethana ndryshme dhe nëse jo ne dikush i afër me jyni, siç shpjegon, siç e potencon shehu në fund, që kemi për detyrë të këshillojmë. Pra duhet ta kujtojmë këtë temë për vete dhe për njerëzit për rreth nesh, sepse është një xhirim, është një krim shumë i madh nëse dikush falet pa abdes. Thotë që është pyetur pra Ibn Taymija për këtë çështje. A lejo dikush të falet pa abdes ose të falet duke qenë xhunub? Dhe përgjigjja thotë është se pastrimi prej xhunublëkut është farz dhe nuk ka të drejtë askush të falet nëse është xhunub ose nëse është pa abdes, derisa të marrë abdes. Dhe kush falet pa pastrim, pra pa abdes dhe pa ular, duke e bërë halal këtë gjë, pra falet duke menduar që s'ka gjë, kjo është halal, fa huwa kafir. Ai është thot kafir. Ai është kafir. Allahu na ruaj. Më thënë, keni dëgjuar raste të ndryshme, ndoshta njerëz s'po flasin për ata që s'falin namaz, ose ata që deklarohen si jo besimtar. Njerëz që falin 5 vakt namaz. Ka raste pra prej përtacisë ose prej ignorancës ose prej dobësisë imanit përton të marrë abdes dhe të futet ashtu në namaz. Ka raste që kanë treguar për vëllezërve në shkollat tona ku mësohet për fe, në shkollat e sufistëve, që disa janë falë kështu, domethënë e kanë pas detyrueshme sepse ka ardhur përgjegjësi ti kontrolloja falen apo nuk falen. Dhe ai prej xhumit është futur drejt në saf, vetëm që ta shohin se është duke u falë. Dhe nuk ka marrë abdes. Allah na ruaj. Pra ai që thotë që falet pa abdes dhe e llogarit këtë gjë halal, atëherë thotë është kafir. Por nëse nuk e llogarit halal, atëherë thotë ka ihtilaf për kufrin e tij. Shikoj si thotë, ka ihtilaf për kufrin e tij. Shikoj sa çështje e rrezikshme, sa krim i madh që është, që ndoshta është kafir prap. Edhe pse s'e ka bërë halal, thjesht vetëm futet namaz për të falur pa u pastruar. Dhe ai e meriton ndëshkim të madh, mirë po, vazhdon pa Ibn Taymija, Allahu më shëroft, nëse ka mundësi e ka patjetër të lahet me ujë, dhe nëse nuk ka ujë ose ka frikë nga përdorimi i ujit, siç janë rastet kur dikush nuk guxon të lahet nga ndonjë smundje që e ka në lëkurë ose tjetër, uji është, mirë po nuk ka frikë nga përdorimi i ujit, ose është, më thënë, momenti që uji është shumë i ftohtë dhe ai ka frikë se do të dëmtohet. Pra, ai që gjen ujë ka për detyrë thotë të lahet. Nëse nuk gjen ujë ose ka frikë nga përdorimi, për shkak të ndonjë smundje e kështu me radhë, atëherë duhet të marrë tejemmum. Atëherë duhet të marrë tejemmum, dhe tejemmumi e dim, shpresoj të gjithë. Mirë po, nëse ai nuk ka mundësi as ta përdor ujin dhe as nuk ka mundësi të marrë tejemmum, siç janë disa raste më të rralla ku njeriu mund të jetë për shembull të jetë futur në gips, domethënë në pjesë të madhe të trupit ku nuk mund të lëviz, as nuk ka mundësi dikush t'i ndihmojë. Atëherë thotë, çfarë bën? Atëherë falet ashtu si është, pa ghusl dhe pa abdes dhe pa tejemmum. Sipas mendimit më të saktë të dietarëve, dhe nuk ka për detyrë ta përsërisë më pas. Pra atëherë kur shërohet ose kur t'i vjen mundësia, nuk e ka për detyrë ta përsërisë atë namaz që e ka falur në atë mënyrë. Pse? Sepse ai
si ka urdhëruar Allahu, fattaqullaha mastata'tum. Ruajuni zemrimin e Allahut, pra keni frikë Allahut sa të keni mundësi. Edhe ai e ka bërë këtë gjë, aq ka pasur mundësi dhe e ka kryer obligimin e tij në atë mënyrë. Prandaj kujdes ti të mos neglizhosh këtë çështje, mos tregohesh i pakujdesshëm. S'është çështje e lehtë, është çështje e madhe, është çështje dallimi mes kufrit dhe imanit, Allahu na ruaj. Dhe kujdes nëse njeh dikë. Kujdes nëse njeh dikë, edhe e lë pa e këshilluar. Pra, prej familjes ose prej fëmijëve që kuptojnë, nuk lejohet t'i lejojmë ashtu në atë mënyrë, duhet t'ia mësojmë rëndësinë e kësaj çështje, se kjo është çështje shumë e madhe tek Allahu.